çdo kush që shon në adresë të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ja ka garantu vetës mallkimin dhe shkatrimin nëse nuk pendohet sinqerisht tek Allahu. Prandaj më tregoni një njeri në historitë njerëzimit që ka shon një pejgamber, edhe ka vdekë si armik i pejgamberit, edhe si ofendues i tij, nuk është pendu kurr që ka përfunduar me përfundim të mirë. Nuk mundi me gjetë. As për njerëzit më të fuqishëm që kanë qenë faraonat e mbretërit, e deri tek njerëzit më të rëndomt, më të thjesht, kushdo që ka marrë guximin me isha mi ofendu profetet e Zotit, e në veçanti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka përfunduar si i mjerum, i shkatrum. Ka mbet në historitë njerëzimit i shembulli më i keq që ka frymur mbi sipërfaqen e tokës. Kush lavdrohet me Abu Xhehlin sot? Tregoni mu. Familja vet nuk është lavdruar me Abu Xhehlin. Djali i vet është irrituar pe babas vet, Ikrima, i cili pastaj e ka pranuar Islamin dhe është bërë pe komandantëve të muslimanëve. Se të keqin se do as i veti, të poshtrin nuk e do askush, as edhe familja e tij, as edhe pjesa trupore e tij e vladi, e jo më dikush tjetër.